Grupet kriminale shqiptare janë rikthyer përsëri në vëmendjen e medias britanike fal postimeve që bëjnë në rrjetet sociale të aktiviteteve të tyre të paligjshme. Është tabloidi britanik The Sun që ka siguruar disa video të publikuara në rrjetin social Instagram, ku shihen Mira Pound në makinat e antarëve të një grupi kriminal. Sipas kësaj gazete, bëhet fjalë për një grup të quajtur Albanians, të cilët operojnë në zonën Barking në lindje të Londrës. Të paturpshëm, mbi të gjitha me një guxim të madh, shumë të mëdha parash të fituara nga shitja e kokainës, ata i nxjerrin në rrjetet sociale, shkruan The Sun. Duke cituar burime policore, The Sun shkruan se Albanians janë një kartel i rrezikshëm që dominon tregtinë e drogës në Londër duke përfituar miliona sterlina. Antarët e bandës së Albanians njihen për dhunën që ushtrojnë ndaj bandave rivale në të gjithë Londrën, por vitin e kaluar ishin edhe protagonistët e një sherri brutal me thika në sheshin e Londrës gjatë festës së pavarësisë, shkruhet në artikull. Shqiptarët, thuhet në vim të artikullit, janë grupi i tretë më i madh i kriminalëve të organizuar në 3 vitet e fundit, teksa kanë rritur pjesëmarrjen në treg me 42%. Disa prej antarëve të kësaj bande janë arrestuar, si Tristen Aslani, 29 vjeç, i dënuar me 25 vite burg për drogë dhe armë.